Falnu me këpuca, kudo që t'jeni natyrë të punu, je në udhtim, po ta them edhe diçka, je të e falë gjuman, mirë po nuk ka vend mrena, je me t'jashtë, në këtë kohë falu me këpuca. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, falnu me nalle, kundërshtoni jahudit. Jahudit nuk falen me nalle, e na nëse na vet nuk falemi me nalle, mirë po nuk e dim pse. Kush nuk e dim se nuk falemi me nalle. Krejt muslimant në kohët Rasulit alayhi salam janë falë me nalle, me këpuca. Njëherë Rasulullah alayhi salam u kanë të falë. Edhe të falë i ka hjek nallet. Krejt sahabët i kanë hjek. Ati që du me thonë me ta, krejt sahabët kanë pas nalle. Tani ju ka thonë Muhamedi alayhi salam, pse hjekt? Thot, e hjekum se të pam ty ja Rasulullah. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, mu merë Gjibril alayhi salam dhe më njoftoj që për funi ka ndërësira, por ata i largova, ju s'keni pas nevojnë atë kuptimin. E para po du me thonë me këta, krejt jënë falë me nalle, me këpuca. Na jo, se na din qka, jo më të mirë, na jem të i pasu, se ka thonë Muhamedi alayhi salam, keni me i pasu hap pas hapi. Ja u ditë edhe të krishterë, s'falën me këpuca, s'ka që në ashtë të më falën me këpuca neve. A dikur nuk falet kur e din që në dyta për funi. Por ata nëse ka tokë, bari, i fshin pak, edhe falesh. Mirë po në qofë se për në me hala dëshën që kam bejt dytësirë, atëre, nuk falesh me to. Po në ryshi, falesh me këpuca. Të me thana musliman, e din që ki me dalë të nditën me punu. Nara, merë vudu kur dalsh, edhe mathi këpucat, edhe dil po na, edhe falu me to. Nuk ka kur gjatë keqe, musliman. Aje që ka jo këshillaj, shifto. Edhe këtu e në këpuca, po këtu e në shkurta, edhe me këtu banë më falë. Veç që këtu e kanë një mangësi, këtyne nuk mërësh mi adhanë mes. Ama, këtyne, shifto, këtu e mbulojnë kamën deri këto. Si ta mbulojnë këpuca, kamën deri këtu, i jep mes këpucës. Qysh i jep mes? Ke marrë vëdu, i ke marrë këpucat e punës, ose je njës në tim, edhe që ta nditën një udhës. I ke marrë me qëllim, nuk i ke marrë të shkurtat, me qëllim i ke marrë të gatat, por shkak se ta mbolojnë këtë pjesën deri këtu të kamës, edhe ka ardhë koha me mu falë. Ke marrë vëdu, krejt ke marrë vëdu, krejt e ke kry vëdu normal, kur ka ardhë punat e kamë, që ta është të kalë dhe gjysha banë, kesh ekstra i laga durt, i kom lag durt, është veç pak, e shku në qështu, nuk ki nevoj me i bo qëllë, krejt, edhe ju jep mes të dy kamëve kështu. Edhe falesh me to. Edhe falesh me to. Nuk kur gjanë nuk ka të keqe, musliman. Bile, po që ditë nëse, alhamdulillah, ka do gjëra që ka njerë hoxalarë, thojnë kështu, të kjo, nuk mësh me gjithë s'pak këshër që të ashtë në internet, mësh me gjithë në një që të sfalet me këpuca, nuk gjanë. S'pak, në s'kom gjithë. Këtë thënë që banë më falë me këpuca, tu nuk e di pse nuk e bojnë muslimant. Asë nuk e ngojnë ata, asë nuk e ngojnë ata. Veç kryte veç, ashtu ju ka mjellë, ku ta dione? E lusëm Allahën azza wa jalla në letësu, e lusëm Allahën azza wa jalla në abo për muslimanët mirë, kështu që menova që është letësim për ju bë muslimanë, edhe thash, unë e dhja musliman që ju s'po falni me këpuca. Do me thanë, mi ju folë që shtu nuk është letë për muhe. Se e di që pi ju flesë diçka që se njeni, se keni qef me një. Mirë po, nuk është kjo feja, në qofë se na nuk folëm ato që ka në mësën dini, atëre e lëm krejt. Ka njerëz që folin ato që ka thot dini. Nuk të me folë si cili, veç thamë diçka. Nëse folëm ashtu që është në dinin e Allahut azza wa jall. Edhe nuk kem nevojë mu tutas me këshyra, apo të pëlqen ty ajo, thjesht është ajo punë. Unë menova që ka lehtësim, mu falë banë edhe me këto, veç se me këto edhe me këto, këty në mënësh me dhanë mes. Ta më thënë, për mi. Veç për mi, jo për funi. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, sikur të shkon feja jonë me logjika tona, ish du për funi mi ra mes, jo për mi. Këtë ka thënë që feja është jashtë logjikës. Nuk ka logjik këtu ka pasim. Ndin ka pasim, e pasoj Rasulin alayhi salam. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, jo pas për rok menja kojna, menja ema, që sot menon kështu, nesa menon kështu, që ke menës për kupton hadithin, zip se presin njerëzit që menja jam me kuptu hadithin gjithmonë. Jo, ka njerë e kuptan, ka njerë se kuptan. Ama me pasu dohet, për shkak se është Rasulullah alayhi salam. Tamam, feja ka njerë i kalon logjikat, jo gjithmonë, ka njerë, për po do të pasu, për me më kuptu. Gjenne, me logjik,
Gjehennem me logjik? Jo, me iman, me bindje. E lusim Allahun azza wa jall na bëj për atyre që e pasojmë gjithmonë Rasulin alayhi salam.